Besimtarët musliman shqiptar ashtu si në të gjithë botën falen namazin në sheshin Skënderbej në Tiranë në drejtimin e kryetarit të KMSH Bujar Spahiu. Mesazhi i kreut të KMSH shkoi për familjen, i cili tha se familja shqiptare nuk po jeton ditët më të mira. Ne jetojmë në një epokë ku vlerat e familjes po lëkunden, ku njeriu matet me atë çfarë ka dhe jo atë se çfarë është. Zoti na thot që më i miri prej jush është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Ndaj sot kemi nevojë për njerëz me karakter, që nuk tuten nga frika por që qëndrojnë të drejtë ndaj së vërtetës. Kryetari i KMSH pas faljes së namazit ka uruar të gjithë besimtarët musliman për Fitër Bajramin. Spahia bëri thirrje për më shumë tolerancë mes njëri tjetrit, ndërsa tha se lutjet shkojnë për paqe dhe drejtësi në të gjithë botën. Wa ala alihi wa sahbihi ejmain. Me emër të Zotit, mëshirues, mëshirbërës, paqja, mirësia, begatia e krijuesit të gjithësisë, qoftë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë njerëzit dhe mbi gjithë profetët përpara tij. Të dashur besimtar, vëllezër dhe motra. Sot agimi i Fitër Bajramit na gjen me zemrat e mbushura me dritën e besimit dhe me shpresën se sakrifica jon është pranuar nga Krijuesi ynë, inshallah taala. Ramazani që lam pas nuk ishte vetëm një muaj adhurimi, por një shkollë e përkushtimit, e durimit dhe e reflektimit mbi qenien tonë. Ne kemi qëndruar larg epsheve, kënaqësive për të fituar vetëpërmbajtje. Kemi qëndruar pranë Zotit për të gjetur qetësinë. Kemi hapur duart për të dhënë, që zemrat tona të mos ngurtësohen nga indiferenca. Dhe sot, me këtë festë të bekuar, vjen edhe pyetja e madhe, çfarë do të bëjmë tani? A do të mbetet Ramazani një kujtim, apo një udhërrëfyes për vitin që kemi përpara? Allahu i madhëruar na thot në Kur'anin famulart: "Walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dhe që të plotësoni numrin e agjërimit dhe që ta madhëroni Allahun për atë që ju ka udhëzuar dhe që të falenderoni atë. Të dashur vëllezër dhe motra, sot ky falenderim duhet të jetë më shumë se fjalë, ai duhet të reflektohet në mënyrën si të ndërtojmë jetën tonë, si të ndërveprojmë me shoqërinë, si mbrojmë të vërtetën dhe si qëndrojmë përballë sfidave të kohës. Ne jetojmë në një epokë ku vlerat e familjes po lëkunden, ku e vërteta shpesh humbet në zhurmën e propagandës dhe ku njeriu matet me atë që ka, e jo me atë që është. Përballë kësaj, feja islame nuk na mëson të tërhiqemi, por të qëndrojmë me dinjitet. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qofshin mbi të, na thot: "Më i miri prej jush është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas." Kjo do të thot se sot, më shumë se kur, kemi nevojë për njerëz me karakter, për besimtar që jo vetëm luten, por edhe ndërtojnë, që jo vetëm kërkojnë, por edhe japin, që nuk ndrydhen nga frika, por që ndrojnë në këmbë me të vërtetën. Të dashur vëllezër dhe motra, sot në këtë ditë të bekuar të Fitër Bajramit, në një kohë kur ndarjet mes njerëzve shtohen dhe urrëtia gjen streh në zemrat e dobta, Bajrami na kujton unitetin, mëshirën dhe drejtësinë. Kjo ditë nuk është vetëm një fest, por një mesazh. Ne jemi një kombë, ne jemi një familje, dhe një familje nuk e braktisë njëri tjetrin.